Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Vetëvendosja hap shtabin zgjedhor në Shkup. Nënkryetari i lëvizjes, Glaup Konjusa, tha se më 7 qershor në zgjedhjet parlamentare të Kosovës do të vazhdojnë rrugën e fitores, atë të nisur në vitin 2020. Me 7 qershor ne urojmë dhe shpresojmë shumë që kjo të jetë vetëm vazhdimi i rrugës të mirë që është nisur në vitin 2020. Jemi gjithë së bashku në ata 110 numra me të cilët dalim para jo veç para juve, por para gjithë shqiptarëve kudo që janë me ballin hapur, sepse jemi të sigurt që kemi punuar me ndershmëni për shtetin tonë, për popullin tonë, pa interesa personale. Sekretari i përgjithshëm i Vlenit dhe zëvendës kryeministri i parë Bekim Sali është shprehur optimist për rritjen e mbështetjes së koalicionit qeverisës. Në një intervistë për TV21, ai deklaroi se kurdo që mbahen zgjedhjet parlamentare, Vlen do të ketë mbështetje për më shumë se 40%. Sipas Salit, në zgjedhjet e ardhshme Vlen do të jetë më i unifikuar dhe me shtrirje më të gjerë në terren për shkak se siç thoi skeptikët do të jenë të parët që do të antarësohen parti. Dhe unë besoj që në zgjedhjet e ardhshme do të jemi edhe më të unifikuar, po edhe më të zgjeruar, më të shtrirë në terren, për shkak se gjithë skeptikët do të jenë të parët që do të antarësohen Vlen. Pres rezultatet e parë, ne të kemi diku rreth 40% më tepër për krajin. Alianca për shqiptarët, krau i udhëhequr nga Ziadin Sela, paraqet në kuvend një projekt ligj të ri për përfaqësim të drejtë adekuat. Sipas tij, zgjidhja ligjore propozuar nga qeveria në Shkup nuk garanton përfaqësim real të shqiptarëve në institucionet shtetërore në Maqedoninë e Veriut. Alianca për shqiptarët thonë se projekti ligj i qeverisë është i papranueshëm dhe nuk e mbron në mënyrën e duhur parimin kushtetues të përfaqësimit të drejtë. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kryeministri Edi Rama kritikoi opozitën se me protesta tentoi të dëmtojë imazhin dhe të bllokojë procesin e integrimit. Nga Durrësi, kreu i qeverisë shqiptare, tha se kundërshtarët politik morën rrugët me molotov dhe gëzoheshin që fotot e kazanëve me plera apo flaka dan dilnin nëpër mediat e botës. Ku nuk shkuan e qa nuk sajuan, e mbi të gjitha për turbin e maf, po turbi është një fjalë që nuk ka lidhje me ta. Morën rrugët me molotov dhe gëzoheshin që fotografitë e kazanëve me plera që digjeshin apo të flakadanëve që qëllonin mbi kryeministrinë apo mbi xhamin e madhe, dilnin nëpër mediat e botës. Arritën deri në pikën që nxorën flamujt e Gjermanisë në bulevard, për herë të parë në historinë e pluralizmit. I kishin pa flamujt e Amerikës, kur thoshin Amerika është me ne, ju kujtohet? Po flamujt e Gjermanisë nuk ishin parë në herë që të dilnin në bulevard për të rrëzuar qeverinë. Këtej molotovët, këtej flamujt e Gjermanisë dhe mbushën dynjan që Gjermania na ka ndëshkuar. Kryetari i Partisë Demokratike nga foltorja para kryeministrisë vlerësoi referendumin brenda partisë si një platformë komunikimi të qytetarëve dhe deputetëve të opozitës për adresimin e problematikave në vend. Sali Berisha vlerësoi se procesi kishte një vlerë të jashtëzakonshme pasi sipas tij ai shpreu vullnetin e demokratëve dhe besimin ndaj drejtimit të tij. Saj referendum kishte një vlerë të jashtëzakonshme. Jo sa ata që votuan, e them këtë, jo sa ata që votuan në 90% shprehet vot besimin ndaj meje. Por vlera më e jashtëzakonshme e atij referendumi është sa ju ngrit si një gjigant i vullnetit të njerëzve të lirë, për t'i thënë Edi Ramës se ne këtu jemi dhe se fundi yt është i shpejtë. Gjatë fjalës, Berisha ngriti akuzat ndaj kryeministrit Edi Rama dhe majorancës duke cilësuar si përgjegjës për siç tha ai, keqçeverisje dhe abuzime. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.